Festa e ujit të bekuar ka mbledhur në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, besimtarë ortodoks nga gjithë vendi, të cilët morën pjesë në meshën e përvitshme mbajtur nga hirësia e tij, kreu i kishës ortodokse shqiptare Janullatos. Shëntrimi i kësaj dite lidhet me pagëzimin e Jesu Krishtit nga Gjon Pagëzori në lumin në Jordan. Në simbolik të saj, klerikët ortodoks gjatë festimeve të 6 janarit hedhin ujë kryqin duke e bekuar atë. Që të bëhet ky ujë dhurat shëjtërimi, shpërblim mëkatesh, për shërim shpirti e trupit dhe për çdo fitim të dobishëm, le t'i lutemi Zotit. Pas meshës, besimtarët kanë qëndruar për orë të tëra në rrallë, për të marrë sadopak nga uji që konsiderohet i shenjtë për çdo kristian. Neve si krishterë ortodoks e festojmë si ujë të bekuar. Dhe bekimi i gjithë ujrave, sot është një festë që puna nuk ekziston. Gjithë njerëzit e bëjnë pushim, i lutën Perëndis, dhe kjo është kryesorja. E marrim këta ujë dhe mbajmë për gjithë vitin dhe bëjmë spërkatjen e gjithë shtëpisë dhe ruajmë derisa të vi data tjetër e 6 janarit. E pim për vete, për familjarët, ajo nuk prishet dhe në sa herë që kemi ndonjë shqetësim, ndonjë problem apo që na udhtojnë fëmijët, i bëjmë me pak ujë të bekuar dhe them ju bekoftë Zoti. Uji është gjallësa e jetës, do të thotë që ajo i jep jetë njerëzimit, i jep jetë çdo gjëje. Sikundër tregon ky besimtar, festa është mundur të ruhet dhe përçohet nga njerëzit brez pas brezi, pavarësisht të represionit të regjimit komunist. Edhe që frikë kishim, po në ndërgjegjen tonë neve që kemi qenë kemi pasur. Për besimtarët ortodoks, dita e ujit të bekuar konsiderohet një ditë pushimi dhe adhurimi ndaj Zotit. Shërbesa e bekimit të madh të ujit, si dhe ceremonia e hedhjes së kryqit në shumë qytete të Shqipërisë, kryhet buzlumenjve dhe liçeneve, ku të rinjt më pas vihen në garë për gjetjen e kryqit që për ta shënjon mbarësi dhe fat për të gjithë vitin.